Vrima e djallit, fenomeni rrezikshëm natyror që tërheq vëmendjen në Kanada. Një fenomen natyror mbreslënës, por njëkohësisht tepër i rrezikshëm, është regjistruar në zonën e njohur si vrima e djallit në British Columbia, ku ujërat e rrëmbyeshëm krijuan një vorbull të madhe rrotulluese. Fenomeni u formua pasi sasi të mëdha uji kaluan me shpejtësi të lartë përmes një kalimi të ngushtë natyror, duke krijuar rryma të fuqishme dhe vorbulla intensive si në sipërfaqe ashtu edhe në ujë. Pamjet e publikuara nga vendngjarja kanë treguar forcën e madhe të ujit me vorbullin që rrotullohet në mënyrë të egër dhe krijon një spektakël mahnitës vizual. Videot janë shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë përdorues kanë komentuar mbi fuqinë dhe egërsinë e natyrës. Megjithatë, autoritetet lokale dhe guida turistike paralajmërojnë se zona konsiderohet jashtëzakonisht e rrezikshme. Rrymat e forta nënujore dhe vorbullat e fuqishme mund të tërheqin çdo person që afrohet pranë ujrave. Vrima e djallit mbetet një nga atraksionet natyrore më të njohura në British Columbia, duke tërhequr çdo vit turist, fotograf dhe dashamirës të natyrës që duan të shohin nga afër fenomenin e rrallë natyror.